Sot po shënoj një ditë të veçantë, ditën memoriale për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës. Sot po I respektoj me qindra e dhjetra zëra të heshtura, të cilët ende nuk kanë gjetë guximin për të folë, për të kërkuar shërim, për të kërkuar drejtësi dhe për të kërkuar njojë institucionale. Sot po I nderojmë gjithë ato gra, vajza, burra, por edhe djemë që kanë përjetuar këtë krim dhe pa dëshirën e tyre kanë qenë pjesë e fushbëtesës së luftës. Po I nderojmë edhe ato gra, edhe ato vajza, po edhe familjarët e tyre, të cilët nuk janë më në mesin tonë. Ndezja e këtij qiriu, I cili është me lulin anemon dhe është punuar nga duart e grave, do të thotë shumë për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës sot. Nuk është vetëm një dritë që ndriçon, po krijon një hapësirë të sigurt ku në parlament po flitet për to, po flitet për guximin e vasfisë, flitet për zërin e shuretit dhe flitet për zërin e Danit, I cili me rrëfimin e tij e theu edhe një tabu dhe qartasi tregoj shoqërisë tonë që edhe burrat edhe djemt mund të jenë pjesë e dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo ditë na kujton se çmimi I lirisë dhe përgjegjësia që mbajmë ndaj së vërtetës është e lartë. Kur I ndezëm ta qiri sot, na I dham hapësirë kujtesës sonë kolektive të marrë frymë, edhe ku pikërisht në parlament. Është një dritë që mban histori, jetë dhe përvojë njerëzore. Secili qiri është punuar nga një gru me shumë kujdes dhe në vete mban mesazhin dhe dhimbjen e saj njerëzore. Edhe sot kuvendi po bëhet një vend ku drita flet ma shumë se vetë fjalë që flasim na. Ne në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuarve të Torturës kemi parë nga afër dhimbje dhe po shohim vazhdimisht. Edhe sot 27 vjet pas luftës kemi raste të reja që na vinë organizat edhe atë në moshë të shtyr, në moshë 70 vjeçare, në moshë 80 vjeçare, por na vinë edhe fëmijët të cilët nuk e kanë pas guximin të kërkojnë njohje ligjore apo trajtim dhe të cilët më kalimin e kohës kanë arritë të krijojnë besimet dhe tani I çasen qoftë organizatave, qoftë institucioneve që janë krijuar për të njohur këtë plagë të luftës. Kemi parë për të dhimbjes edhe shërimin, kemi parë edhe forcën, kemi parë edhe guximin. Kemi parë plagë të thella, por plagë që për të dhimbjes dojnë të ecin tutje dhe të tregojnë botës, jo vetëm Kosovës, që ato mund të arrijnë ta përçojnë zërin e tyre dhe kauza e të mbijetuarve të kaloj kufit e Kosovës. Të dashur deputet, të dashur ministra, kryeministër, ushtruese e detyrës presidente e Kosovës, kryetare e parlamentit, sot kur ndezëm këta qeri, I shohim si një zotim për secilin prej juve. Një zotim për të punuar për ligje që avancojnë edhe më tej kauzën e të mbijetuarve të dhunës seksuale. Një zotim për të mbështetur politika që shërojnë dhimbjen e tyre, gjithë secila prej tyre mbart dhimbje të pashëruara. Një zotim për të qenë zëri I atyre që për shumë gjatë nuk janë dëgjuar dhe shumë herë historia e tyre është mekur në fyt. Jetojmë 27 vjet pas luftës, por ka ende qindra gra, burra që jetojnë në margjina të stigmës, heshtjes, paragjykimit familjar e shoqëror. Prandaj, ky qiri në kupton edhe zotim nga ju që do të zotoni të luftoni stigmen dhe të krijoni hapësinë e sigurt që këto gra edhe burra të dëgjohen. Sepse trauma nuk ka afat. As drejtësia dhe njohja e statusit të tyre nuk duhet të afatizohet. Pasi, kjo nuk është një privilegj, por është një drejtë themelore e tyre. Dhe pikërisht për këtë arsye, ne bashkarisht me ushtruesin e detyrës, presidenten e Kosovës, kryesuesen e parlamentit, e kemi bashkëbiseduar dhe kemi dashur që ta krijojmë këtë hapësirë të sigurt në parlament, pasi nga këtu përshohet zëri I besimit tek të mbijetuarit e dhunës seksuale. Me kalimin e viteve, trauma kapsulohet. Duke u kapsuluar, ai nuk është prezent më vetëm tek këto, fatkeqësisht po bartet edhe të fëmijët e tyre të cilët kanë lindur pas luftës. Dhe traumat e tilla ndërbëzore nuk I shohim vetëm të gjenerata me studime shkencore, fatkeqësisht vetëm të gjenerata dytë. Nëse ato nuk kanë trajtim të mirëfillt, mund të shihen edhe deri në 5 gjenerata. Prandaj I gëzohemi faktit që tash ka një
bashkëpunim të ngushtë institucional, politik, rreth kësaj kauze, dhe unë dua t'ju falenderoj në emër të Qendrës Kosovare për të mbijetuarve të dhunës seksuale, po mbi gjitha dua t'ju falenderoj në emër të mbijetuesve të dhunës seksuale të luftës, që sot na keni kriju këtë mundësi që zëri i të mbijetuarve të dëgjohet në parlament, këta qëri të ndezin dritën e shpresës dhe t'ja kthejnë jetën atyre të cilat pavarësisht ju morën në rrethana lufte.